Fondi total I vënë në dispozicion për mbështetjen e punësimit dhe përfshirjen sociale të shtresave në nevojë për periudhën 2026-2028 arrin në 210 milion lek. Skena për qëllim mbështetjen e ndërmarrjeve sociale që krijojnë vende pune dhe ofrojnë shërbime për grupet më të pafavorizuara përmes subvencionit të pagës minimale dhe sigurimeve të detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore. Ky fond do të shpërndahet nëpërmjet skemës së ndihmës shtetërore, Fondi në mbështetjen e ndërmarrjes sociale, e propozuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe autorizuar nga Komisioni I Ndihmës Shtetërore. Vendimi është publikuar në fletoren zyrtare. Sipas vendimit, ndihma për një ndërmarrje të vetme nuk mund të kalojë 14 milion lek për 3 vite. Çdo përfitues duhet të nënshkruajë deklaratën për ndihmë, ndërsa Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale do raportojë çdo vit mbi ndikimin ekonomik dhe social të skemës. Të dhënat për zbatimin e saj do ruhen për 10 vite. Komisioni ka vlerësuar se skema është në përputhje me ligjin e ndihmës shtetërore dhe nuk cënon konkurrencën dhe nuk shtrembëron funksionimin normal të tregut.